Prokurorë ndërkombëtar për krime lufte thanë të hënën se ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte kontroll mbi gurielët etnik shqiptar dhe se duhet të shpallet fajtor për krime lufte dhe të dënohet me 45 vjet burg. Thaçi dhe 3 ish komandantë të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës akuzohen për përndjekje, vrasje, torturë dhe zhdukje me forcë të njerëzve gjatë dhe menjëherë pas kryengritjes së viteve 98-99, e cila përfundimisht solli pavarësinë e rajonit me shumicë shqiptare nga Serbia. Qytetarët e Vlorës duket se janë të tronditur ndaj kërkesës së prokurorisë, ndërsa theksojnë se mendonin se drejtësia në Hag do të ishte e pastër dhe jo si ajo në Shqipëri, që shpesh është e përfolur. Dhomat e specializuara të Kosovës të përbëra nga gjyqtar dhe juristë ndërkombëtar u krijuan në vitin 2015 për të trajtuar rastet e krimeve të luftës sipas ligjit të Kosovës ndaj ish gurielëve të UÇK-s. Qytetarët e Vlorës e shohin këtë tribunal si të njëanshëm kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe udhëheqësit e saj, si heronj që çliruan Kosovën nga sundimi i shtypës serb. Është e tmerrshme. Kur e dëgjova në lajme, më mbushën syt me lot, them seriozisht. Të luftosh për atë dheu, të luftosh për kombin, e ta psosh në këtë farfeje, dhe është për çudi se e kanë gatuar kosovarët me duart e tyre këtë lloj far gjykate, pseudo gjykat, çfarë ti thua, e prokurori. Është e tmerrshme, pa i vërtetuar këto prova, pa i sqaruar mirë, del prokuroria i jep 45 vjet e një radhë. Më mirë pushkatoj aty, mbaroj çdo gjë. Është e tmerrshme. Nuk ka shpjegim. Nuk e di, do ketë zgjidhje apo jo, duhet të marrën pushkët prap, se s'ka rrugë tjetër. Të shpëtosh të gjithë komandantët të udhëhoqën që Kosova është shtet më vete në sajt atyre, vullnetit, se kishte edhe forca politike të tjera që thoshin ngelimi Republike Jugosllavisë. S'ka rrugë tjetër, e kanë vrarë mendjen, provat nga një pseudo Dick Martin, kështu quhesh ai zvicerani, me gjitha të palachon hollandezes, çfarë ishte tjetra. Sajuan që nga operacionet e njërën tjetër, ato rran edhe u sajuan sajesa tjera. Dëshmitar janë sërbët, këta që grumllojnë provat. Sërbët janë grumllojnë provat e i merr gjykata në konsiderat. Shumë gabimesh, se çfarë bëri luftën për vendin e tyre bën ata. Se nxjerrin edhe Haga që nga më keq nga drejtësia e Shqipërisë. Është më keq Haga se drejtësia e Shqipërisë. Edhe Shqipërisë ka drejtësi. Me këto që po ndodhin, nuk ka drejtësi fare. Da i ku shpresa e spakut edhe e skapit. Saliut. Nuk ishte vendimi drejt. Si ishte vendimi drejt fare i gjykatës kushtetuese. I Hagës po edhe po të madhe. Se ata mbrojtën vendin nuk bën krime. Lufta është luftë. Do të vras, do e vrasësh. Lufta është luftë. Por krimet që thonë ata nuk është. I kanë marrë na ajo e Serbisë ata gjithë, na Ministria e Serbisë dokumentat edhe me ato paraqiten. E djova për të gjithë në 45. Kur s'ka drejtësia ndej, këtu te ne ka marrë fund. E çdo gjë është. Në vend të gjykohet Serbia që bëri atë masakër, vrau tëra ata njerëz, gjykohen shqiptarët. Ja kështu. Si shpjegoj? S'ka drejtësi. Pagojnë edhe jashtë, jo vetëm këtu tash. Se dhe kur flasim për drejtësi, kur s'ka drejtësi andej që kush e di sa vite ka, 200 vjeta sa ka, se unë jam moshatar, ju e dini më mirë. Bajalli do ketë këtu. Është shumë fare se meriton ata, i ka dhënë luftës së Kosovës. Dhe prandaj mendimi im të lirët që nesër do bëj mirë Evropa dhe Haga. Kjo nuk është dënim i merituar, se ai për mendimin tim, jo për mendimin tim, po kushdo me qenë për shumë të vite shtëpia, ti tash i do mbrohesh. Është e pa drejtë ky dënim që ka dhënë këta. Nuk janë në rregull ata, për mendimin tim. Që duhet parë. Ne flasim për një drejtësi ndërkombëtare. Nuk është drejtësi, ka emri që është drejtësia ndërkombëtare, se po të ishte drejtësia ndërkombëtare, nuk do ta merrte këtë vendim. Po tash informacione të sakta nuk kemi për këtë problem të zoti Ermal, po duhet kemi parasysh një gjë për mua, për pjesën time. Neve jemi një shtet i vogël,
me një pozicion geografik dhe politik shumë të mirë. Mirë po, kufizohemi me armik qekullor. Kufizohemi me armik qekullor. Ashtu. Serbi për neve ka qenë armik qekullor. Edhe greku pjesa slave kështu. Pra neve jemi sot për sot, mua më duket që ekzistojmë si një koncept geografik, si pas Bismarckut ka thënë njëherë koha kështu. Fuqi ekonomike nuk kemi, fuqi ushtarake nuk kemi. Nuk kemi. Pra e shikoni pa drejt të Pa unë për mua, kërkesë për unë dënimi jashtëmtashë unë e quaj të pa drejt. Jemi vend i vogël. Dhe vendet e vogla vogalen nga fuqitë e mëdha. Prokuroria e Gjykatës Speciale në Hag ka kërkuar që të akuzuarit Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, si dhe Recep Selimit të dënohen me nga 45 vite heqje lirie, që i bie për të katërt kërkohen dënime prej 180 vite burg. Prokuroria tha se ata kanë paraqitur dëshmi të mjaftueshme në këtë gjykatë për krime lufte, krime kundër njerëzimit, trajtim mizor, si dhe akuzat të tjera ndaj të akuzuarve.